Javën që lan pas në kineman ABC u dha premiera e filmit Virus Extreme Contamination nga aktori dhe regjisori Halil Budakova në bashkëpunim me një produksion italian. Kush ishte i pranishëm dhe si u mirëprit ky film, e ndjekim bashkë në material të përgatitur enkas për këtë premierë. Vikendi që lan pas ishte shumë i përshtatshëm për të shijuar natyrën fal kohës së mirë që mbretëroi. E për ta përmbyllur një fundjavë të këndshme, Film Dashësit e patë një mundësi më të mirë se sa pjesa tjetër. Në mbrëmjen e të dielës në kineman ABC në kryeqytet u mbajt premiera e filmit Virus Extreme Contamination, apo virusi ndotja ekstreme. Gjithçka nisi me një koktejl rasti. Aty ushtrua edhe tapeti i koç në të cilin parakaluan artistë shqiptare të huaj. Për të parë filmin më të ri koproduksion internacional, kishin ardhur një numër i konsiderueshëm shikuesish. Ty, pëmët, lëvizin edhe kur nuk ka erë. Virusi është filmi i fundit i producentit dhe aktorit shqiptar Halil Budakova, i cili është punuar në bashkëpunim me një produksion italian dhe është filmi i parë horror i realizuar në Kosovë, i cili përmban edhe elemente të zhanreve tjera si aksion e fantastiko-shkencor. Është e vërtet, nuk është i lehtë asnjë rol, nuk është i lehtë asnjë film me u punu sidomos në Kosovë, ne i dimë rrethonat e tona, po e kishim pak më të lehtë sepse kishim edhe ndihmën e italianëve. Pastaj kisha ndihmën edhe partnerit tim Edi Lushit, domthonë edhe aksionerëve tjerë që na përkrajnë për këtë film të madh. Dhe besoj që edhe publiku do të jetë shumë i kënaqur me këtë film edhe do ta mirëpresin sepse unë i përshëndes gjithë publikun shqiptar vendit tim, sepse kam përkrahur dhe kanë shikuar shumë filmat e mia dhe kam pas një konsideratë dhe kam një respekt veçantë. Ky projekt filmik është inspiruar nga vepra The Color Out of Space, një histori e shkurtër e autorit amerikan Lovecraft, e shkruar në mars të vitit 1927. Kasti i filmit është i përbërë nga aktor vendas dhe të huaj. Disa nga ta janë Halil Budakova, Michael Segal, Rimi Beqiri, Edi Lushi, Merita Budakova, Wilson Spaci, Paula Beryl, Çun Lajqi e të tjerë. Unë kam një përvojt madhe matja, jo përvojt mirë. Autori i filmit, Domiciano Delvu Cristofaro, ndihet i lumtur për realizimin e këtij projekti dhe interesimin e shteteve tjera për të. Jam shumë i lumtur që mora pjesë në këtë projekt sordiner në Kosovë. Virusi ka filluar të bëhet senzacion në gjithë Evropën dhe botën. Deri tani 13 shtete janë të interesuara për të dhe besoj se shumë shpejt do të kthehem në Kosovë ta dëshmoj suksesin e tij. I kënaqur nga ky bashkëpunim u ndje edhe producenti i filmit Virusi, Filmon Agujaro. Buonasera a tutti quanti. Si producent, puna ime është të qëndroj prapa skenave. Bashkëpunimi ynë me Kosovën ka lindur para më shumë se një viti. Unë kam punuar në vende të ndryshme të botës, por këtu më ka mahnitur profesionalizmi i gjithë stafit. Falenderoj gjithë stafin realizues të cilët më bën këtë si dhuratë për ditëlindjen time sot. Tani e tutje çdo ditëlindje do ta festoj këtu në Kosovë me Halilin dhe projektet e tij. Filmi Virusi ende vazhdon të shfaqet në Kino ABC nga ora 20.